Për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ajo tërhoqi vëmendjen e shumë shqiptarëve, duke i kthyer ata në fancat e saj. Po flasin për Danjen, e cila që kur hyri, ja bëri të sigurt të gjithëve se është në një lidhje dashurie. Por së fundmi, Xhibani ka shpërthyer në një deklaratë drejt për drejt lidhur me Danjen, duke shprehur se është ndjerë i ofenduar nga sjelljet e saj. Teksa ishte ftuar në një emision, ai deklaroi këtë fjalë: "Nga Danja jam ndjerë i ofenduar. Ajo ishte një veriore që donte të bëhej jugore, një provinciale që donte të bëhej qytetare. Unë nuk po i ofendoj njëri, thjesht po shpreh atë që kam ndjer", deklaroi ai. Dhe kjo deklaratë ka ngjallur reagime të shumta pasi konsiderohet si një koment i fortë mbi identitetin dhe përpjekjen për ndryshim të dikujt. Nga ana tjetër, na do t'ju themi se Xhibani për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme shprehu një pëlqim nga Danja, por ky pëlqim nuk ju kthye asnjëherë. A mendoni se do të reagojë Danja në lidhje me këto deklaratat e Xhibanit? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.